Edhe pse të ndarë, Gjensila dhe Besi bashkohen për djalin. Sot feston ditëlindjen djali i këngëtares Gjensila Myrtezaj dhe aktorit të humorit Bes Kallaku. Edhe pse çifti prej kohësh jeton i ndarë, ata kanë zgjedhur ta urojnë publikisht djalin e tyre, duke treguar për rolin e tyre të përbashkët si prindër. Gjensila ka ndarë në Instagram një video që përmbledh momentet më të bukura që nga ardhja në jetë e djalit, shoqëruar me një dedikim të thellë emocional. Ti, bebe bekuar, që solle dritë në jetën time, që më dhurove forcë aty ku mendoja se s'kishte asnjë, dhe më dhurove çdo ditë copëza parajse që nuk dija të ishin të mundshme. Ti je engjëll që erdhe në botë. Çdo hapi i ti është një bekim për këtë botë. Ti më shpëtove, amen, më shpëtove jetën. Maj Savior, shpëtimtari im. Ajo e përfundoi mesazhin duke theksuar dashurinë e pakusht për të birin. Qëndro gjithmonë i mirë, ashtu siç erdhe, si një engjëll, biri im. Duaje veten, duaje gjakun tënd, dhe duaje kënd të botës, pavarësisht nëse ata e meritojnë apo jo. Ky moment emocionues ka treguar se, pavarësisht ndarjes, dashuria dhe përkujdesja për djalin mbeten prioritet i përbashkët i prindërve.